Pepe tokeni përsëri po krijon milionera në botën e kriptovalutave. Një person ose një tregtar i cili ka investuar në Pepe $10,100 në çmimin fillestar të Pepes kur është krijuar si token, ai ka bërë blerën e Pepes për $10,000 dhe ka blerë Pepe 1.5 trilion tokena në Pepe. Dhe ky person në çmimin më të lartë në Pepe para disa muajve ai ka poseduar rreth $40 milion në Pepe. Dhe ky person nuk e ka bërë shitjen, ndoshta ka menduar se do të shkoj edhe një X dish, do të bëj $80 milion dhe do të shes, dhe ky person përsëri para disa ditëve ka bërë shitjen e Pepes. Të shohim se çka ka bërë. Unë më po këtu se ky person ka bërë shitjen e Pepes në disa faza. Një herë ka bërë shitjen e Pepes me $1.6 milion, përsëri ka bërë shitjen e Pepes në $3.8 milion dhe mëna me po që para disa orëve ai personi përsëri ka transferuar Pepe dhe me siguri do të bëj shitjen e Pepes me $1.1 milion. Ky person posedon sot afër 493 miliard tokena në Pepe ose në një vlerë prej $3.64 milion. Ky investitor i hershëm në Pepe gjithsej ka momentalisht rreth $10 milion. Po ashtu nuk do të harrojmë se ai ka bërë shitjen rreth $6.6 milion dhe momentalisht posedon afër $3.64 milion në Pepe. A janë këto personat vetë kreatorët e Pepe ose rrethi i ngushtë? Nuk e di. Shkruani në koment çka mendoni rreth kësaj teme dhe mos harroni të bëni subscribe te chaneli jon Kriptovaluta Shqip, të bëni like dhe në TikTok të bëni follow. Faleminderit dhe mirupafshim deri videon e radhës.